Ai ulesh tu, a qohet Berkena? Altar, dhe mos mikrofonin. A qohet Berkena, fratelo? Opa. Opa, a qohet Berkena? Vek mikrofoni. Që ne e dim për shembull që Rogerti është një ndër ata lojtarët më të pistë që mund të kemi parë për shembull në të gjithë edicionet VIP dhe jo VIP. Pak të flasim për këto 5 edicionet që janë bërë të edicionet VIP. Rogerti edhe e di qa më vjen më shpifur akoma mua që më thonë, shikoj njerëz i thonë, bravo Rogerti, los bën lojë të bukur. O plako, nëse ti do të kishe motrën tënde atje brenda, për shembull, edhe do ta shikoje që një burr bën të tillë gjest, ty këtej jashtë do haje vetëm me dhem. Jam shumë i sigurt që hekurin do ta bluaj me dhem në inati, se do kishe shkuar ja kishe shqy kafkën, për shembull. E kupton? Pra, mos e shikoni vetëm në një anë të monedhës, shikoni atë dy monedhat. Se nuk është se ajo bën në shaka e si për mund të futet për shaka, duke ditur që çfarë raporti, nëse ka një raport të mirë, apo e gjithë gjëja nis si shaka, por jo, e gjithë gjëja nis me tendencën për ta nxjerrë nga vetja, duke përfituar, duke mos qenë Mateo prezent, duke përfituar, duke pasur një vajzë vetëm aty, arrin ta bën. Më shpifur akoma që mua më vjen shumë keq sa s'ka ku shkoj, është kjo që të shihni tani. Rregull atë gjë. Kjo është ajo që mua nuk do doja ta shikoja fare, për shembull, Artani të bënte lojën e Rogertit, pra të bënte atë që Rogerti bën. Se është shumë e shpifur. Mua më vjen shumë keq, mirë ai për shembull. Se është budalla njëri me mendore, njëri budalla. Po tani për shembull, është burr më i madh se sa ai, i ka ato mendet që i ka në kokë për shembull, po këtë gjë nuk duhet ta bënte. Kjo gjë ka për ta penalizuar Tanin, se Rogertin për shembull e mban e keqja e tij në big. Ajo që më vjen keq dhe një herë dua të them, më vjen keq shumë që shikoj shumë njerëz që thon bravo lojës së tij. Është shumë e shpifur të shikosh që vërtet ka shumë njerëz, një pjesë e madhe si Rogerti është jashtë shtëpisë. Po kjo nuk është e keqe fare, kjo është alarmante. Alarmante. Se kur thuhet fjala jo është jo, kur një femër thot jo, thot jo. Kur një mashkull thot jo. Por me shpifur akoma siç e thash, është vetëm fakti, mua më vjen inat për shembull se e gjetën vetëm atë vajzën. Juela ma ka shpifur komplet. Ma ka shpifur komplet fare ma ka shpifur komplet Juela, se është femër, të paktën pse ishte femër, duke ditur që ka një marrëdhënie më tepër se sa gocat e tjera dhe banorët e tjerë me Rogertin, duhet të t'i fliste, duhet t'i thoshte, dëgjoj, nuk bëre mirë dhe pik vlla, kaq kam mik, kam shok, çat kam, ke për gabim. Jo, të paktën një pjesë feminizmi. Edhe shpresoj që si Arbri dhe Monika ta shëmbin atë Juelën në Prime. Po, nëse, gjithsesi, më vjen keq se siç e them, më vjen më shumë keq se Mateo, se e gjetën si vetëm atë çupën edhe prandaj.